Karakteristike kësaj xhamisë po filloj prej fillimit është se kjo xhami e ka formën ose kupolën e ka në formën e plisit, që do të thotë arkitekti ka qenë shqiptar. Edhe veçanta e kësaj xhamie është se në xhamin tonë gjitha shkrimet, gjitha kaligrafit janë në gjuhën shqipe. Tash po bim prej xhamisë në altë, po bim poshtë tek ja salla, në këtë sallë zhvillohen mësim besimi fetar, që do të thotë në këtë xhami gjatë Ramazanit do të mbajmë besim për çdo ditë. Që do të thotë imami i kësaj xhamisë me nxënësat tonë zhvillon lëndën fetare sa i përket fëmijëve, që fëmijët të kesin njohuri bazike. Duke pasur parasysh edhe këto shkrime që i ka të dihet se për çfarë mësimi bëhet fjalë. Po e veçanta e kësaj xhamie është se në këtë xhamin tonë zhvillohet përpos mësim besimit, zhvillohet edhe lëndë shkencore, që do të thotë matematikë edhe gjëra tjera, që e veçon xhamin tonë prej xhamiave tjera. Që do të thotë në të ardhmen e afërt ne bëjmë plan që edhe kursin e informatikës ta instalojmë në xhamin tonë. Në këtë sallë do të thotë siç e shihni me nxënësa, ne gjatë muajit të Ramazanit zhvillojmë edhe iftare të përbashkëta, që do të thotë ka qenë traditë me ardhjen e imamit të ri, ka instaluar një formë që do të thotë në këtë xhami e ka pru këtë idenë e re që mujmi me mbajt iftare të përbashkëta me gjithë fshatarët që organizohen edhe nga njerëz të vullnetit të mirë, po dhe fal donacioneve që kemi nga diaspora. Duke pasur parasysh këtë veçori që kemi bërë në këtë xhami, ne gjatë Ramazanit, si thash, kemi edhe nalt në pjesën e xhamisë, gjatë iftareve kemi organizuar që të kemi disa ëmbëlsira, duke filluar prej hurmave, fiqave edhe gjërave të tjera, që do të thotë çdo teravi e kemi këtë risi në xhamin tonë. Kaloshi flet edhe për atmosferën e mrekullueshme që krijohet gjatë muajit të Ramazanit në fshat, si që përshkruan ai një gjallëri e madhe, një afrim me njëri tjetrin si kur më parë. Kaloshi është gjithashtu edhe mërgjimtar, i cili përshkruan dallimin mes fshatit të tij dhe vendit ku jeton. Do të thotë të afru Ramazani, të përfundu Ramazani, vjen faktikisht edhe Bajrami për me i gëzu fëmijët. Ne kemi organizu për Bajram edhe dhuratët për fëmijët. Ato paketat e vogla që ja u japin fëmijët. Fëmijët vinë prej shkolle, fshati jonë numëron dikun pothuajse me këtë rrethim mbi 200 fëmijë që vinë në xhami edhe i marrin dhuratët e Bajramit. Aktivitetet që zhvillohen gjatë Ramazanit, ne kemi më shumë lëvizje, më shumë frekuentim të njerëzve, ka edhe për shembull edhe gjenerata më shumë, vinë më shumë në Ramazan se për shembull tash nuk ka shumë aktivitete shtëpi, dalin këtu, vinë të salla poshtë, kontaktojnë me imamin, kontaktojnë me kryesin, kontaktojnë me administratorin e fshatit, edhe kështu që edhe ne bëjmë edhe një përgatitje për iftare. Konsultohemi edhe me pleq, edhe me mësim dhënësit tonë, edhe me njerëz të vullnetit mirë, edhe kështu vazhdon faktikisht programi jonë. Po për juve personalisht, çysh është ndjenja e agjerimit? Për mua veçanërisht është një ide shumë e madhe, shumë madhështore është se këtë Ramazan do të kemi mundësi që ta zhvillojmë Ramazanin në vendin tonë, se ne zakonisht gjitha Ramazanët i kemi bërë në xhamiat e diasporës, që do të thotë ka pas edhe në gjuhën tonë, gjuhën amtare, gjuhën shqipe, po kemi pasur edhe në gjuhën turke dhe gjuhën arabe. Këto është një veçanti që Ramazanit do ta marrim në gjuhën shqipe. Edhe imamin edhe gjitha ligjëratat që do të zhvillohen në xhami, me mësim besimin, edhe ligjëratat para teravive do të jetë në gjuhën shqipe, që është një mrekulli kjo.